Atëherë dashur, rikthyem studio ku kam sot të ftuar një studente, një zonjë shumë të këndshme. Flasim sot me Anisa Plaka, e cila vjen në cilësinë e kryetares së shoqatës së parë të studentëve të mjekësisë dentale. Flasim shoqatës së parë jo qeveritare apo organizatës së parë jo qeveritare të kësaj dege, domethënë të studentëve të mjekësisë dentare, Dentozofia. Përshëndetje Anisa, shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Atëherë Anisa, bisedojmë më pak fillimisht të njoftojmë opinionin mbi shoqatën apo mbi organizatën, sido që preferon ta quaj. Kur nisi funksionin, pse dhe çfarë është faktikisht Dentozofia? Dua fillimisht na shpjego pak emrin. Okej, rregull, faleminderit. Spari, faleminderit për ftesën. Momentalisht do doja Spari, pasi që sot është një fjetori i tragjedisë që kishim vitin e kaluar, do doja këtë minutë ta shfrytëzonim që unë si Anisa dhe si Dentozofia të urojmë gjithë familjarëve të tyre dhe të gjitha familjeve të prekura, të urojmë që shprehim ngushëllimet tona të përzemërta dhe ata gjithmonë do jenë në zemrat tona. Lutjet e tona do jenë gjithmonë me ta. Sa i takon kësaj pyetje, besoj se neve për këtë vit kemi bërë disa aktivitete. Si filloi e gjitha kjo, ose si filloi emri Dentozofia. Neve jemi studentë stomatologjisë dhe siç e dini, stomatologjia është një fushë, është një degë e mjekësisë e cila çdo ditë ka inovacione, çdo ditë ka teknika të reja, të cilat janë të avancuara dhe së bashku me to edhe ne duhet të avancohemi. Dhe duke marrë parasysh arsimimin tek ne, duke marrë parasysh edukimin tek ne, e pam të arsyeshme dhe e pam se ka një mungesë të një trupi që do t'i përmbaj ose do t'i përfshi të gjithë studentët e stomatologjisë. Pa marrë parasysh nacionalitetit, pa marrë parasysh fakulteteve apo universiteteve të mashtrënisë. Dhe prandaj bëm ta quaj një organizatë të tillë, erdhëm një ide të tillë që ta formojmë një Dentozofia. Dentozofia do të thotë dentos, do të thotë dhëmb, dhe zofia, siç e dini, është njohuri, dije, mençuri, dhe besoj se kjo do jetë një, sikurse emri do jetë një gjë e tillë ku do të sjell njohuri, dije të gjeneratat e reja të bashkëpunëtarëve. Do thënë, sa ka kohë që është formuar shoqata? Është formuar, dokumentacioni është kryer apo regjistrimi është kryer më 12 shkurt vitin e kaluar nga regjistri qendror, ndërsa e dini si shkon birokracia në mashtrëni, kemi pasur edhe disa gjëra tjera që është dashur të rregullohen, po, dhe hapjen ton ose ta quaj ceremoninë e hapjes e kemi pasur më 29 prill. Domethënë pak a shumë aty një vit. Një vit. Se ti je edhe themeluesja apo jo, përveç se je kryetarja. E pe ndoshta të nevojshme se e kuptuam atë pjesën se si funksionon dhe çfarë është, po pse faktikisht e krijove? E pe të nevojshme ndoshta të ketë një vend pikë takimi se kjo është pjesë, le të themi, apo është një gjë, është një vend, është një përkatësi, një diçka ku mund të referohen të gjithë studentët apo jo, të gjithë shtetet, më thënë flasim për gjithë studentët e mjekësisë dentale të Maqedonisë së Veriut. Tash kështu, neve si Maqedoni, neve kemi shumë studentë që janë të aftë, janë të talentuar, po për shkak të jo mundësive të mira, për shkollim, për pjesën praktike, e pam, si që thashtë edhe pak më herët, e pam një zbrastir. Edhe që ta mbulojmë të zbrastiren, që të jemi diku të barabart me shtetet evropiane dhe shtetet e tjera të gadishullit ballkanik, të gjitha shtetet tjera kanë vetëm se një trup që i përfshin të gjithë studentët e kësaj lemije, ta them, ose të këtij fakulteti, neve nuk kishim. Neve nuk kishim kongrese, neve nuk kishim simpoziume, nuk kishim konferenca, ku si student, jo si doktor, mund të merrnim pjesë lirshëm. Dua ta cek edhe këtë se Maqedonia ka organizatat e tjera që bëjnë një punë të ngjashme. Ka, mund ta them, me shumë më tepër sponsorshipe, projekte shumë më të mira. Mirë po, shumica e këtyre projekteve më vetëm se janë për ta quaj më vetëm se të diplomuarit. Po.
vetëm se për dentist licencuar. Dhe pa licencë bëhet fjalë për një tjetër shkallë profesionalizmi, le të themi. Dhe njëra prej ideve tona nuk ka qenë vetëm jo vetëm të krijojmë një platformë të hapur për të gjithë, po në këtë platformë të marrin të gjitha njohuritë praktike, po edhe ato teorike, të këmbehen në një dhe të nxjerrim në pa më student të diplomuar me edukim të lartë shkencor, po edhe praktik. E rëndësishme, sepse po themi që ka klube, ka simpoziume, ka të tilla gjëra, po platforma për student tashmë të diplomuar ose veç më doktor. Po rëndësishme shumë do kemi edhe për studentët cilët janë akoma duke ndërmarrë këto hapa në këtë rrugtim, shumë e nevojshme për karrierën e tyre, për ndërtimin e tyre si profesionist, apo jo. Të marrin të kenë diçka të tillë, të shohin, të ndëgjojnë dhe po ashtu ndoshta këmbime edhe të kenë evente siç keni organizuar, po dhe do keni tashmë. E rëndësishme dhe e nevojshme besoj për një profesionist të ri. Patjetër. Neve, siç e thash edhe pak më herët, neve kishim nevojë për një hapësirë ku të gjithë prej neve do bënim diçka për të ardhmen tonë, për karrierën tonë, që do shtojmë diçka në CV tona, që nesër pas nesër kur të punsohemi të mos jemi vetëm doktor të licencuar, po të kemi punën, të kemi zanatin. Unë jam rritur në një familje ku çdo herë më është thënë ti vetëm me shkollë dhe me punë do arrish diçka, ashtu që edhe kjo iniciativë rrjedhi nga ajo. Ndonjëherë është mirë të dalim jashtë kornizave dhe të marrim hapa të ri, të bëjmë diçka jo vetëm për të tjerët, po edhe për vete. Fiks. Kush na krijon rrethana, ti krijojmë dhe vetë, ndoshta situatën. Është vështirë të krijohet një shoqata apo organizatë jo qeveritare të mlidhen gjithë këta anëtarë, të krijon këto evente të mba, domethënë të arrihet ky qëllimi që ja ke dhënë vetes. Nuk është e lehtë, po nuk është edhe e vështirë. Unë jam studente, në të njëjtën kohë unë edhe punoj. Jashtë organizatës. Dhe të jesh student, të punosh, të formosh organizatë dhe të mos jesh si gjithë të tjerët me ato hallet e fakultetit vetëm, nuk është e lehtë. Duke marrë parasysh se të gjithë bashkëpunëtarët e tanë përderisa mirën me punë të tjera, neve miremi me shumë obligime, me shumë angazhime të tjera, po besoj se i avlejnë dhe nuk e di, mua më bën të lumtur kjo gjë. Të jemi angazhuar tërë kohën, më bën të lumtur. Sa një vit, pothuajse le të themi, funksionim shoqata, sa antar numërojmë? Momentalisht të regjistruar kemi diku rreth 80, por kjo është vetëm një cifër nga formulari që e kemi. Sa i takon antarëve të tjerë të cilat nuk janë të regjistruar dhe vinë, i kanë interesin në për eventet tona, në për konferencat tona, në për gjërat që bëjmë, ka arrit diku deri 100-120, ndonjëherë edhe 150, varësisht temave që kemi trajtuar. Kemi arritur, ti kemi të shpërndarë në gjithë territorin e shtetit, domethënë është po arrit ai qëllimi që le të jetë ky vendi apo kjo platforma që do i mbledh gjithë studentët të rinj të mjekësisë dentale? Të them të drejtën jo, pak ka pas mungesë të interesimit të medjave për drejt neve, po edhe një që ka qenë se neve të gjithë që jemi në organizatën, kemi edhe angazhimet të tjera, edhe disi nga se ka qenë e para për ne, edhe mund të jetë edhe ajo që nuk kemi ditë se si ti menaxhojmë situatat e tilla edhe të deportojmë nëpër të gjithë rajonin e maqedonisë. Por gjithsesi kemi arritur me disa universitete, me disa fakultete brenda Maqedonisë të kontaktojmë dhe ka pas mund ta quaj një numër goxha të mirë të interesuarve. Në të njëjtën kohë neve nuk kemi të hapur vetëm për student, neve jemi të hapur edhe për nxënës të shkollave të mesme të drejtimit të tekniku stomatolog. Dhe në për këto shkollat të mesme më vetë se kemi bë një njoftim të Dentosofias, cili është qëllimi i saj dhe për çka duhet të vinë. Kur jemi tek shkollat e mesme, thua vetëm të Shkupit apo edhe vlen e njëjta edhe për shkollat e mesme në gjithë territorin e shtetit? Në gjithë territorin e shtetit. Në për shkollat e mesme është pak e vështirë, pasi ka më tepër, dhe edhe numri i studentëve është goxha i lartë, dhe një gjë tjetër është se vitin e parë dhe vitin e dytë të shkollave të mesme nuk është shumë praktikisht
aktiv. Andaj shumica në gjërave janë vetëm si përfaqësore dhe nuk është goxha profesioniste, ta them. Po vitin e 3 dhe 4 ata janë më aktiv dhe më vetë se i kapin gjërat dhe duan të bëjnë diçka, andaj edhe ata tregojnë interesim. Shohim interesim të kënaqshëm, flasim nga shkollat e mesme tash, sepse në fakultet vetë se ke hyrë në atë rrugtimin e ke bërë zgjedhjen tënde, po për shkollat e mesme kemi pas ndoshta interesim, ndoshta ju vije pak më interesante, pak edhe ju ndihmon zgjedhjen më tepër kur ndëgjojnë edhe mbi shoqata të tilla si Dentozofia. Edhe tek ata ka pasur interesim, por gjëja është se siç e thash edhe pak më herët, ata ende nuk janë shumë profesionist në lëmin. Si fokusi ynë kryesor ka qenë dhe është target grupa jonë kryesore është studentët. Patjetër se edhe prej gjithë tjerëve kemi pasur interes, po target grupa jonë ka qenë gjithmonë studentët. Po sa i përket profesorëve ose këtyre fakulteteve që po përmend universiteteve, hasim mbështetje ose hasim ndonjë le të themi ndonjë ndihmës të ndonjë lloji ose sa rëndësishme është po ashtu të kemi të tillë mbështetje, sepse fundja universitetet apo fakultetet janë ajo lidhja që bën me studentëve, diçka që do ju ndihmonte edhe si organizat, po edhe që antarët të arrinin qëllimin edhe të njoftoheshin me platformën dhe po ashtu së bashku ta krijonit këtë rrugtimin e bukur që po mundoni ta bëni. Këtë pyetje unë do doja të zgjeroja pak. Sa i takon pjesës suportit, në shtetet e tjera suportojnë edhe ordinancat klinike, suportojnë vetë shteti, suportojnë organizatat e tjera, suportojnë ata të cilët janë distributor të materialeve dentare. Por tek ne, si që dini, nuk është gjithmonë ashtu. Misinformohen njerëzit dhe sjellin mandej në disa punë të tjera apo në disa stereotipe të tjera. Gjithmonë është ajo ju po mirëni për vete ose diçka, po neve nuk kemi hasur këto probleme. Neve kemi pas, besoj edhe prej profesorëve, pasi që unë vi nga një universitet privat dhe jo shtetëror, si që është Kirilli dhe Metodi, po unë vi nga Universiteti Ballkanik. Ndoshta edhe pse mosha e profesorëve të tanë është pak më e re, dhe ata janë të hapur për të bashkëpunuar me ne, për të bërë diçka të re, për të sjellë inovativitete. Prej tyre kam pasur shumë suport të madh dhe vazhdoj të kem, ku e shfrytëzoj rastin ta falenderoj edhe doktorin Miran Ismailin, që është super advisori unë. Ai që ditën e parë kur ka dëgjuar për idenë ka qenë unë jam për po dhe do t'ju ndihmoj për çdo gjë. Kështu që është mirë të kemi patjetër luan rol të madh kjo. Jemi jam të hapur për antar të rinë apo jo gjithmonë? Po, jemi të hapur. Neve kemi edhe rrjetet tona sociale, siç është në Instagram, në LinkedIn, ku janë të vendosura linkjet, ku antarët e ri që duan të bëhen pjesë e jona, mund të aplikojnë, mund të mbushin formularin dhe pastaj të marrin si feedback një mail, të futen në grupet tona WhatsApp dhe kështu të futen në rrjetin tonë të komunikimit. Ashtu. Më gjitha këto i gjejnë tek rrjetet sociale apo jo? Te rrjetet sociale nëpër linkjet që kemi. Po ashtu besoj jeni të hapur për çfarëdo lloj pyetje apo patjetër. Ndihme që ata mund të kenë. Çfarëdo lloj idesh që kanë, çfarëdo lloj jo vetëm ide për aktivitete, po edhe ide të tjera për të shkuar jashtë shtetit apo për të studiuar apo gjithçka që ne mund të përfshijmë, po që mund të ndihmojmë në lëmin e stomatologjisë, jemi të hapur edhe për bashkëpunime, edhe për sponzore. Kemi nevojë, pasi që shumë prej planifikimeve që kemi për këtë vit, shumë prej aktiviteteve që do t'i bëjmë brenda vitit, nga agenda që kemi, do të kenë nevojë për shumë njerëz dhe për sponzore të mëdha. Para se të kalojmë tek eventet edhe po ashtu të pjesat, se nuk jeni vetëm me studentët tu, po jeni përfshini edhe studentë internacional dhe po ashtu edhe merrni profesor internacional edhe këto webinare dhe diçka që mbani dhe eventet që do keni po ashtu, duam të dimë të sqarohemi fillimisht tek antarët. Nuk kemi kriteret të tjera, le të themi, përveç që të jenë student të mjekësisë dentale në të stomatologjisë në Maqedoni, apo jo, nuk ka diçka tjetër që duhet të kenë përbazë. Do me thënë, i vetëmi kriter që kemi vendosur është që të jenë
në këtë drejtim, pa marrë parasysh a janë teknik, a janë stomatolog, cili vit i studimeve po, vetëm të mirën me këtë lëmi dhe të kenë interes, kuptohet. Gjë tjetër që dua të cek është se më vetë se po hym në pjesën e internacionalizimit, neve pasi unë vi nga Universiteti Ballkanik, ku është universitet cili përfshin student jo vetëm nga Ballkani, po edhe nga mbar bota. Neve edhe si antar të organizatës kemi edhe student të shteteve të ndryshme. Kemi nga Greqia, kemi nga Turqia, më së shumti, kemi nga Egjipti, kemi lloj-lloj antar dhe është mirë për network, është mirë për socializim. Besoj se çdo gjë e re sjell një energji pozitive të re, edhe pse jo të shfrytëzohet. Fiks. Si nisi internacionalizimi, le të themi, i shoqatës? Ishte menduar që nga fillimi apo? Që nga fillimi ishte, po. Pasi neve kemi pasur si qëllim kryesor të vendosim gjuhë internacionale, pasi si që thash edhe pak më herët, neve në Maqedoni kemi universitetet të ndryshme, të cilat kanë klube të ndryshme, lidhur me këto tema, dhe shumica atyre janë vetëm në gjuhën shqipe ose vetëm në gjuhën maqedone. Dhe ne kishim si qëllim që t'i bashkojmë të gjithë në një, dhe si gjuhë internacionale pam të arsyeshme gjuhën angleze, dhe të gjitha këto webinare, të gjitha këto evente që kemi bërë deri tani kanë qenë në gjuhën angleze, dhe pasi gjuha angleze ka qenë kriter ose ka qenë gjuha kryesore, kemi marrë edhe lektor të quaj ose profesor të cilat flasin në gjuhën angleze dhe janë të shteteve të ndryshme, të vendeve të ndryshme. Në këto, domethënë, po flasim për eventet që keni mbajtur vetë, apo webinare të formave të tilla, domethënë leksione apo për mbi tema të ndryshme të stomatologjisë. Çfarë kemi mbajtur deri më tani dhe ndoshta kë kemi pasur prezent nga këta lektor internacional apo profesor? Okej, nga këta lektor internacional që unë po them, kemi pasur 2 profesor shumë të njohur dhe 2 profesor goxha të mirë në sferën e tyre. Njëri ka qenë nga Irlanda, ka qenë doktor Neil Vallely, dhe tjetri ka qenë profesor doktor Miodrag Stjepanović. Ai është nga Serbia. Në webinar kemi trajtuar, webinari ka qenë një i vetëm, mirë po kemi trajtuar në 2 pjesë të ndryshme. Pjesa e parë ka qenë në lidhje me kirurgjinë, më tepër ka pasur gjak të them, si bëhen implantet, cilat janë metodat më të reja, cilat përdoren në Evropë, dhe pjesa tjetër ka qenë Dr. Vallely që ka mbajtur, ka qenë rreth veneers. Ka pasur më tepër pjesën estetike të dhëmbëve. Dhe kështu, kishim parafërsisht diku 36 ose 40 antar, pa i përfshirë këtu edhe profesorët, cilët edhe ata kishin goxha interesim. Doli me sukses, domethënë besoj. Me goxha sukses. Përzgjedhja si u bë lektorëve? U bë personalisht nga ti, apo ndoshta me idenë e dikujt, apo siç e cekëm edhe më herët që gjithmonë si sferë, si fushë është gjithmonë në inovacion e sipër dhe kërkohen të dimë mbi të tilla gjëra. Përzgjedhja u bë kështu. Neve kemi super advisor, kemi Dr. Miran Ismailin. Ai ka qenë idea krijuesi. Ai është personi i cili është i hapur dhe shkon shumë në për konferenca, në për simpoziume, jashtë shteteve, në çdo gjë që e intereson, çdo gjë që është inovative, ka dëshirë ta shohë, edhe kështu ai ka pasur rastin që t'i takoj njëri nga lektorët, dhe kështu vendosëm që, okej, kjo është tema, për këtë unë njoh dikë që është shumë profesionist, ta marrim këtë, ndërsa për doktorin nga Irlanda, njëra nga antarët tona, njëra nga bordi jonë drejtues, ka qenë Elif Nazan, është shoqja ime dashur, e cila ishte në Erasmus për një internship në Irland, dhe atje ajo punonte në zyrën e tyre, dhe tha pse jo ta shfrytëzojmë rastin, ta sjellim, të bëjmë diçka të re me to. No, dhe këtu hyen në punë networking, domethënë që hap shumë dyer dhe lidh shumë njerëz. Ju gjithsesi do keni edhe një event tash këtë javë apo jo? Po, patjetër.
Pasi sqarim, më 20 mars është dita botërore e shëndetit të gojës, apo shëndetit oral të them. Me 20 mars këtë vit, fatkeqësisht, ose fatmirësisht të them, është edhe Bajram. Dhe kjo është një festë shtetërore në Republikën e Maqedonisë këtë herë. Prandaj ne vendosëm që këto festa t'i kalojmë me familjarët e tanë dhe ta bëjmë pak më herët, siç është data 18 mars, të gjithë jeni të ftuar të vini në Diamond Mall. Prej orës 6 deri në orën 10 do kemi një stand informativ, ku ideja jonë kryesore për këtë stand ka qenë dhe është të informojmë popullatën, të informojmë njerëzit se çfarë është shëndeti oral, sa është i rëndësishëm, si duhet të mbahet apo të mirë mbahet, dhe pse jo edhe aty të krijojmë një network me njerëzit dhe të kalojmë një kohë, një qast të mirë me ta. Edhe aty gjuhën do kemi angleze apo do i përdorim të dy? Do i përdorim të tre gjuhët. Të tre gjuhët, okay. Pasi vetë se shtandi do t'jetë informativ dhe në Shkup neve kemi njerëz të kombeve të ndryshme, vendosëm t'i përdorim të treja gjuhët. Në të njëjtën kohë, ta cik edhe këtë, neve nuk do ta kemi vetëm këtë stand informativ, po gjithsesi do të kemi edhe një ekspozitë të fotografive të ndryshme të shëndetit oral, ku ajo do t'jetë e hapur deri më datën 20 mars. Do filloj që me datët të mëtezë dhe do jetë hapur deri më datën 20 mars. Që jeni të ftuar edhe ju të vini, të na shihni, po edhe me datë 18 nga ora 6 deri në orën 10, apo jo, do kemi stand informativ dhe po ashtu dhe ekspozitë hapur, e cila qëndron 2 ditë, 2-3 ditë, po, deri më 20 mars. Çfarë do mund le të themi të ndëgjojmë apo të informohemi për rreth, që ta dim pak më mirë se çfarë ndoshta mund të ndëgjojmë për këto që është interesuar të vi? Ishte pyetja për ne se çfarë do flasim, apo çfarë teleshikuesit mund të presin nga... Për të dyja, domethënë se çfarë ndoshta edhe ju, çfarë keni përgatitur, apo si e ideoni shtandin informativ, se çfarë më shumë le të themi do na informoni neve, po edhe ne ndoshta që kalojmë apo vim, çfarë mund të presim, ose rreth çfarë mund të informohemi. Ndoshta edhe nëse mund të parashtrojmë pyetje, besoj, apo jo? Po, patjetër. Si që thash, do t'jetë stand informativ dhe neve do t'jemi aty për çdo pyetje që do na parashtrohet. Përveç kësaj, kompania Curaprox do na sjell disa materiale promovuese, ku dhe ato do jenë të dhëna nga ne, për të gjithë të interesuarit. Përveç kësaj, neve do të mbajmë edhe si ta quajmë si trajnime të shkurtra, se si mirëmbahet higjiena orale, cili është roli i saj, sa është i rëndësishëm, sepse mund të themi stomatologjia është mjekësi dhe edhe shëndeti oral duhet mirëmbahet që të mos vije deri tek dhimbje më të mëdha ose komplikacione të tjera. Kështu që, më thonë, diçka që na preokupon le të themi të gjithëve, diçka e krijuar apo ideuar për të pak a shumë për përmbledhur gjithçka që na duhet të dimë gjithë secili prej nesh rreth shëndetit oral. Edhe rreth higjienës. Sepse higjiena është diçka që ne jo shumë prej nesh jemi të informuar dhe e dim se si mbahet, si mirë mbahet. Ka shumë njerëz që lajnë dhëmbët një herë në ditë ose disa të tjerë që nuk e lajnë asnjëherë. Po aty do të flasim dhe do të themi, do të tregojmë, do të informojmë njerëzit se si duhet lahen, si nuk duhet lahen, pse lahen, a është vetëm larja e mjaftueshme që nuk është, çfarë shtesë duhet bëjmë. Dhe këto gjëra do t'i promovojmë aty, do të kemi edhe produktet aty të cilat ndoshta do t'ipen nga ana jonë, me disa surpriza të vogla. Jeni të mirëpritur. Uroj që të ndalen apo të vinë dhe t'ju shohin sa më shumë, vërtet ide e qelluar, meqense edhe është dita vetë e ideuar për atë punë. Përmenda që do keni edhe udhëtime ndoshta jashtë shtetit apo të tjera evente që ju duhet qoftë për kraje apo edhe që do mund t'i përjetoj të gjithë anëtarët që do duan të jenë pjesë e shoqatës gjatë vitit, nëse nuk gaboj. Po, besoj. Tash kështu, neve synojmë të bëjmë evente, të bëjmë manifestime brenda Maqedonisë, pasi ashtu është më e përshtatshme për të gjithë, edhe ta them kështu, neve nuk kemi sponsor kryesor, ose dikë që na suporton financiarisht ose materialisht për të gjitha projektet.
Andaj, nga se kostoja do t'jetë më e vogël, do t'i bëjmë në Maqedoni. Po gjithsesi, mund që neve të jemi ura që të lidhim antar nga Maqedonia me shtetet e tjera, edhe të kryejmë krejt këtë procesin e ndërlidhjes. Për shembull, kishim, e thash pak më herët, kishim kolegën time, Elif, që shkoi në Irland, kishim super advisorin ton që ishte në Harvard, ishte simpoziumi i parë i Harvardit për dental medicine, do të thëmë për mjekësinë dentare, dhe ai ishte i vetmi nga Maqedonia që mori pjesë. Do të kemi gjëra të tilla dhe do t'i ofrojmë. Mendojmë do shta ne vetë të krijojmë të tilla, të formojmë simpoziume apo të organizojmë të tilla evente në një të ardhme. Po, qëllimi ynë është ai, të bëjmë konferenca internacionale, të bëjmë simpoziume, të bëjmë kongrese, ku jo vetëm ne si njerëz lokal, si student lokal, ose si doktor lokal, të marrim pjesë, po edhe që ta mbajmë atë networking, atë rjetizimin ta mbajmë, kontaktin ta mbajmë me njerëzit dhe të fitojmë njohuri të tjera, shohim të arsyeshme gjëra të tilla. Momentalisht neve kemi në agjendë, por se si do shkojnë planet, si a do realizohen apo jo, a do mund të arrim të marrim sponzore që t'i realizojmë të gjitha planet, mbetet për të parë. Kështu që momentalisht kemi ide të tilla. Për këtë vit sidomos kemi ide të bëjmë një konferencë të madhe internacionale në tetor ose më së vonti në nëntor. Po se si do shkojmë punën do ta shohim. Dhe do ta bëjmë pse jo. Gjithsesi, unë besoj do na jesh përsëri në studio apo për biseduar dhe mbi ato suksese dhe mbi gjithë rrugtimin e shoqatës apo organizatës. Falenderoj shumë e dashur ndonjëherë që ishe sot me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha në emision. Faleminderit për gjitha informatat dhe uroj që eventi të ketë sa më shumë sukses dhe të interesuar dhe po ashtu edhe shoqata të ketë sa më shumë antar, sepse fundja po flasim për një qëllim shumë të mirë dhe shumë të nevojshëm. Falenderoj edhe një herë dhe uroj të ritakohemi sërish. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën, faleminderit për fjalët e bukura. Të faleminderit edhe ty, po edhe të gjithë televizionit që jeni të interesuar, që ndani kohë për organizata të tilla, sepse janë të pakët ata që interesohen dhe japin një vujë organizatave dhe të them kështu sipërmarrjeve të tilla. Kështu që të faleminderit edhe një herë dhe uroj të takohemi prapë. Edhe njerë për ta përmbledhur, Dentozofia ka me datë 18 event në Diamond Mall apo jo, që nga ora 6 deri në ora 10 për gjithë ju që jeni të interesuar me rastin e ditës së shëndetit oral dhe higjienës, po ashtu të merrni ato informacione e nevojshme dhe ndoshta pse jo dhe të surprizoni me gjëra të vogla. Me kaq unë ju përshëndes edhe për sot, duke ju uruar një pazitë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.